Denis Bajri Brajovic është arrestuar në Dubai. Ndaj Brajovic është lëshuar masa e sigurisë arrest me burg në kuadër të operacionit Metamorfoza i akuzuar për vrasjen e gjindojit. Denis Brajovic ka qenë subjekti OFL-s pasi u hetua për veprat penale, shtrëngime ankanosjes, për dhënien e pasurisë e kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale apo grupi strukturuar kriminal. Ai u arrestua si pjesë e grupit Bajri në Shkodër dhe më pas është liruar nga gjykata e shkallës së parë Tiranë rreth vitit 2019 duke u lënë në masën e sigurisë arrest shtëpie. Ndërkohë edhe policia e shtetit ka dhënë detaje në lidhje me arrestimin e Brajovic, i akuzuar nga SPAK për vrasjen. Në një njoftim zyrtar thuhet se Bajri u arrestua në kuadër të operacionit të koduar ishtas, ndërsa pritet që ai të ekstradohet në Shqipëri. Informacioni i siguruar nga strukturat e policisë së shtetit dhe i shkëmbyer në kohë reale me partnerët në Emiratet e Bashkuara mundson lokalizimin dhe kapjen e një shtetasi të kërkuar ndërkombëtarisht në kuadër të mega operacionit Metamorfoza. Finalizohet nga policia në Emiratet e Bashkuara operacioni policor i koduar ishtas. 36 vjeçari i ndaluar i akuzuar nga SPAK për vrasje. Në vijim të punës së pandërprer me objektiv lokalizimin, kapjen dhe vënien në pranga të shtetasve të shpallur në kërkim, strukturat e policisë së shtetit kanë siguruar informacion se një shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje fshihej në Emiratet e Bashkuara. Ky informacion i shkëmbyer menjëherë me partnerët nëpërmjet koordinimit të zyrave të Interpolit ka mundsuar finalizimin në Emiratet e Bashkuara të operacionit policor të koduar ishtas, gjatë të cilit u bën të mundur lokalizimi, kapja dhe vënia në pranga me qëllim ekstradimin në Shqipëri e shtetasit Denis Bajri, 36 vjeç, lindur në Shkodër, njofton policia.